Po mbohet mish nga besimtarët katolik në famullinë e fshatit Pjetërshan të komunës së Gjakovës. E lutjet janë për njerëzit, për bamirësit e për vendin tonë që të mbizotroj paqja e dashuria. Tradita që është bërë që shumë vite në fshatin Pjetërshan i mbledh njerëzit që të bashkohen e shijojnë atmosferën. Ndezjen e dritave që jep shkëlqim jo vetëm kishës, por tërë fshatit. Famultari i famullisë në Pjetërshan Don Marian Ukaj tha se data 1 dhjetor është e rëndësishme sepse këtu lutemi e qëndrojmë bashkë për të mirën e të gjithëve. Mja kushtu Zotit për gjithë bamirësit e famullisë, të cilat mënyrat e ndryshme, qofshin ata që nemojnë kishën, qofshin ata që nemojnë të varfërit apo njerëzit që kanë nevojë, me falendru Zotin për ta, sepse nëpërmjet tyne i kemi të mirat nëpërmjet bamirësve që vazhdimisht ndihmojnë dhe kontribojnë. Ndërsa sa i përket ndezjes së dritave, tashmë është bërë një traditë e mirë në famullinë e Pjetërshanit, ku nëpërmjet tyne njerëzve, e mbi të gjitha nëpërmjet trive të renjave të famullisë, e krijojnë një ambient besoj vërtet mrekullueshëm, ku të gjithë njerëzit e patë edhe tash sa numri i madh i qytetarëve, jo vetëm të famullisë, por të rrethit të Gjakovës, kanë ardhur me marr pjesë sepse vërtet e gjajnë veten mirë dhe vjen mirë që të rinjët e kanë me kontributin e tyre kanë krijuar një atmosferë kaq të mirë. Përveç besimtarëve nga Gjakova, këtë vend e vizitojnë shumë qytetarë nga Kosova, por edhe të religioneve të ndryshme. Don Mariani është i kënaqur kur qytetarët e ndalin në rrugë dhe me kurreshtje e pyesin për dekorimet. Pata rasti dy qytetarë të cilët ishin të besimit musliman, kur me pa më njoftën dhe më pyetën kur do t'i ndesni drita që të vim dhe ta pim ka një çaj, ka një verë të nxehtë. Është kënaqësi, ambienti nuk është vetëm për ne, ambienti është për të gjithë qytetarët. Nëpërmjet këtij ambienti dëshirojmë më thon të gjithëve se mundem me jetu mirë, mundem me jetu në qetë, mundem me jetu në paqë. Nëpërmjet kësaj bukurie, që është një ngrohtësi e jashtme, dëshirojmë edhe mi ngro zemrat e njerëzve, që vërtet festa Krishtlindjes, që është festë e paqes, e dashurisë, në këtë mënyrë ta ushqejmë vetveten që dhe të jetojmë në paqe dhe në dashuri njëri me tjetrin. Për banorët e fshatit është kënaqësi që fshati i tyre vizitohet kaq shumë dhe është bërë një vend i pëlqyeshëm nga të gjithë. Është një atmosferë goxha mirë, shumë e madhe, për shkak se ne si katolik kena një ndjesi edhe një parafrim shumë të thellë me festën e Krishtlindjes. Duke e pa që kjo festë është ka ndikim shumë të madh, është njëra prej festave bazë të festës katolike, atëherë katolikët e festojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Atmosfera festive ndër vite ka shku të urrit për shkak se ka qenë edhe hapësira që e bojmë ndriçimin urrit, e bashkë me të urrit edhe ndriçimi. Atër kuptohet që njerëzit janë ofru sa më shumë afër këtij vendi për me shiju festën e Krishtlindjes. I ftojmë po ashtu të gjithë banorët e komunës së Gjakovës edhe të gjithë komunat tjera që të vinë edhe ta shijojnë atmosferën ashtu që kemi përgatitur me zemër dhe këtu me pas paqe dhe dashuri. Pamja manhitëse, ndriçimi dhe dekorimet e pemëve, rrugës dhe oborrit të kishës nuk do të kishte ndodhur pa punën e palodhur nga të rinjt e fshatit Pjetërshan. Ata kanë punuar për disa ditë që vizitorët e shumë të kënaqen me atmosferën që është këtu. Në përgjithësi puna bëhet në mënyrë ekipore, domethënë e bëjmë sipas vullnetit. Jemi mbledhur një grup i të rinjve, domethënë me vullnet tonë të plot, kemi ardhur dhe kemi dekoruar vendin dhe fshatin për festat e fundvitit. Puna ka shkuar shumë në rregull, këtë vit kemi bërë një ndryshim.
pak më shumë se ndryshe në krahasim me vitet e tjera. Edhe më shumë t'i tërheqim edhe vizitorët, sepse kemi shumë vizitorë që vinë nga vende të ndryshme. Domethënë në vendin tonë është bërë si tradit apo si t'i themi tani ndriçimi dhe dekori i kësaj kishe. Domethënë vullneti i plot i këtyre të rinjve ka bërë që sot ne të jemi të mbledhur këtu dhe ta shijojmë, domethënë me nga një gotë verë dhe duke shijuar këtë pamje absolutisht shumë të bukur për ne dhe për të gjithë popullin që vjen këtu të na vizitojë. Fshati Pjetërshan gjatë gjithë muajit dhjetor do të jetë i ndriçuar si dhe pritet të vizitohet nga shumë njerëz nga gjithë Kosova. Për shumë Krishtinë